أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاتي وأتم تسليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ska dëshim se tërë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Elusëm Allahun subhanahu wa taala që Allahut na jap sinqeritet në këtë rrugë dhe në këtë jetë. Elusëm Allahun azza wa jall që Allah azza wa jall mos na lën me devijue diçka prej Kur'anit dhe Sunetit. Dhe mos na lën Allah azza wa jall që të flasim diçka e cila I devijon njerëzit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha njerëzit më të këqij janë ata të cilët e devijojnë veten dhe I devijojnë të tjerët përmes fjalëve të cilat fjali flasin në emër të Allahut azza wa jall, ose në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose në emër të fesë islame. Allahumma sabuf prej tyre ya Rabb. Në kohën kur disa djemë të ri ishin duke u kujdesur për ata se edhe në ëndrat e tyre shihnin se çka me bo diçka e cila do të rinjallte gjendjen e Mekës, gjendjen e njerëzve. Në kohën kur ata ishin të u bo marak edhe në gjumin e tyne, edhe në jetën e tyne, edhe vazhdimisht ruheshin edhe prej putave, nuk I adhuronin se mendja e mençur I meqmi nuk e bën një gjatë tillë, tash në qatë kohë, sikurse Musab ibn Umairi, I cili I ri e kishte pranuar Islamin, sikurse Saad ibn Abi Waqqas, të cilin e përmendëm një javë të kalume, I ri e kishte pranuar Islamin, e kishte sakrifikuar dhe nëndër e kishte pa një gjendje të tillë se ka me dalë një ditë një dritë, e ka me I largu këto errësira, ishte një djalë I ri në anën tjetër komplet, I cili vazhdimisht mendonte se qysh me e shuk këtë dritë e cila ka dalë. Qysh me e shtu zullumin hala ma shumë. Qysh me ja knash syt babës tina. Qysh me e bo e babën e vetë të knasht me veprat e zullumit që ka me I boke. A ishte djali I Ebu Gjehlit. Ebu Gjehli nuk la vepër të keqe, nuk la zullum, pa ja shtu muslimanve. Sa që subhanallah, thojnë historianët, Ebu Gjehlin, Allah azza wa jall e kish bo sprov për me javmat imanin atyre të cilët hishin islam. Para mendo. Deri në këtë grad, kam rri gjendja, sa që ata të cilët ishin të devotshëm u ateston të devotshmërien, pse me sprovat edhe zullumin të cilin e bënte Ebu Gjehli në mesin e muslimanve, në mesin e sahabëve, në mesin e të dobtëve edhe fukarave të muslimanve. Sa që shpesh herë kishte tentuar me bo zullum direkt te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po ja kishte frikën atij shumë. Erdh betejë e Bedrit, e ky zullumçar I madh, Allahu azza wa jall e heki qafe. E muslimant në dy luftim e vrajtën Ebu Gjehlin. Mirë po Ebu Gjehli vazhdimisht dritë syve tina e kishte djalin e tij I cili ishte Ikrama ibn Abi Jahl. Që ky djali I ri që në moshën e tina ata të mirët e pranon Islamin herët, kurse ky vazhdimisht gjente strategji se qysh me shtu zullumin hala ma shumë. Mirë po ja mundsoj Allahu azza wa jall që me I ni bërtimat e fundit babës vet. I pa në Bedër. Dhe çka ke ma e keqja, u dasht me ik, e nuk mujti me e marë babën e vet me veti. Aty në Bedër, muslimanët e hapën një grup të madhe, të cilën e quajtën El Qalib. Në qatë Qalibin e gjojtën edhe Ebu Gjehlin. Pra, ka që kish investu e Ikrama ibn Abi Jahl, ka që kish investu Ebu Gjehli në djalin e vetë, sa që në Bedër u dasht me elan babën e vetë në fush betej, rat, nuk mujti me e marë me veti. Kjo ja shtoj urrejtjen hala ma shumë Ikrama ibn Abi Jahlit. Urrejtjen për shak se baba I tina I met në Bedër. E priste me pa durim shancën e radhës. Kur muslimant u banën gati për me dalë në betejën e Uhudit, aty ishte shanca e Ikramës. Në kryet ushtrisë ka qenë Abu Sufjani. Në kryet kalërzve ishte Khalid ibn Walidi edhe Ikrama ibn Abi Jahl, për shkak se në strategjit luftës ka qenë gatisen kategorien e Khalid ibn Abi Walidit.
kaq i fuqishëm ka qenë. Kur arritën me i mujt muslimanët në betejën e Uhudit, çaq kishin shfry mllaf Ikrama edhe mushrikët e Mekës në muslimanët, saqë e bëri kjo Ebu Sufjanin me bërtit edhe me i pa musliman që largoheshin prej fush betejës, bërtiste me Zot madh, hadha bi yawmi Badr. Kjo është për shkak ditës së Bedrit. Kjo dita e Uhudit sot është për shkak të ditës së Bedrit. Edhe filloi Ebu Sufjani me bërtit me të madhe, me thonë se fitoj Lati, fitoj Uzza. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Omerit, Omer, a nuk po ja u ktheni atyne? Tha ja Rasulullah, e çish më ja u kthy atyne? Thua ju se tronët ton janë në xhennet te Allahu azza xal, kurse tronët e juve, ata që kanë vdekje janë në xhenem te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj Ikrama nuk u nal me kaq. Po vjen betejë e Khandekut. Në betejën e Khandekut, muslimant, pejgamberi alayhis salam e kishte marrë strategjinë e Salman el-Farisiut. Me e qenë një Khandek, një kanal shumë të madh, që edhe sot janë gjurmët e kanalit, ku shkon me vizitue Medinën, me e qenë një kanal shumë të madh, që mos me mujt me ardhë mushrikët me hije brenda në Medinë. Tash Ikrama ka qenë prej kalorësve, po ka qenë njëri i mëshëm shumë. I kish marrë 3-4 veta me veti, burra shumë, njerëz trima, edhe kishin filluar me ngushtu me tit dhe në një pjesë kanalit për me dal anena edhe me luftu me musliman. Para mendo, ata muslimant ishin në ata në Khandekut, ushtri e tërë, veç shikoj ata shtrimnien, e ka mush pak atë Khandekun me dhe, edhe ka kthy me kalin e tina në anën tjetër. Edhe Amri, edhe disa të tjerë pas tina. Fillun me luftue pak me muslimant, e Amri, dosi i Ikramas, lypi dy luftim me Aliun radiallahu ta'ala anhu. E këto është treguar rasti i Aliut, burnia e tina, trimnia e Aliut, djali i ri ka qenë. Mirë po ka qenë i fuqishëm shumë. Edhe i ka thonë Amrit, unë s'kam dalë me luftue me dy veta, se Amri fillimisht e nënçmoi ata. I tha, unë vjen marrë, gjuna unë vjen mua me dirë gjakin e djemve të ri. Qitmi ata shka janë pak më burra për juve. Tash, kur e nënçmoi kështu Aliu i tha atina, po ama, unë s'kam dalë me luftu me dy veta. Tha, ku pa e shet tjetrin? I shkoj kryt. Ai, i cili ishte trim, shkoj. Pra kështu, e shfrytëzoi mundësien Aliu radiallahu ta'ala anhu. Edhe e mujti e heki qafe. Amo, ishte trim i madh. Tash, Ikrama e shfrytëzoi trimnin e tina edhe në këtë pikë, për me e shpreh mllefin e tina ndaj Islamit dhe muslimanëve. Erdhi një ditë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u nis drejt Mekës. Ushtria e tina sa ka pa syri larg. E kish furnizu Allahu azza wa jall me ushtar me musliman, ishin shumue safat radhat e muslimanëve, ushtun musliman shumë, u nis drejt Mekës. Me shliru Mekën. Ikrama kishte ndëgju se pejgamberi alayhis salam po vjen. Edhe ky kalor si fort i kishte marrë 40 burra rreth vetës, edhe tha, na kena me dalë te filan porta. Ta jo port kena me prit. Edhe prej asoj porte na nuk lojmë dikon me hije mrana. Tash kur e pan me kelit se numri i madh i muslimanëve as nuk numrohej, ata thanë se na nuk kena me luftu, përveç Ikramas me burrat e tina. Pejgamberi alayhis salam dha urdhër, të gjithë ata të cilët nuk na sulmojnë janë të lirë. Ata të cilët janë në shtëpinë e Abu Sufjanit janë të lirë. Pra në shtëpinë e kokës së zullumçarit janë të lirë. Ai ishte kryetari i mushrikëve. Filan shtëpia, filan fisi është i lirë. Filan janë të sigurt krejt. Përveç atyre të cilët na sulmojnë neve. Ikrama kish fillu me bë luftë me një turn muslimanëve, mirë po ata ishin shumë numër
edhe ikën shok të Ikramës, iki edhe Ikrama bashkë me ta. Se smujti me bo ballë më. Pejgamberi alayhis salam kur hinin në Mekke, dha urdhër kështu. Tha, të gjithë ata të cilët filloj me i përmend me emra, na kanë luftuar të vritën ku të gjindën. Vrani ku t'i gjeni ata. Edhe nëse i gjeni duke u mshef mas mbulojës qabës. Nëse janë edhe mas aty, nëse kanë hije, edhe që aty nëse i gjeni, edhe që aty vritni. E prej emrave të cilët i përmeni pejgamberi alayhis salam ishte edhe emri i Ikrama ibn Abi Jahl. Ja kish përmen emrin pejgamberi alayhis salam. Edhe sahabët fillun me i lyp këta emra. Cilin e kanë gjetë e kanë vra. Kurse Ikrama me kalin e tina ish nis drejt Jemenit, se nuk i met vend më. Kur nis drejt Jemenit, në kohën kur ai ishte duke shku drejt Jemenit, krena 2 gra o çonën i mbulon fytyrat e tyre edhe po shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I than ja Rasulullah, Alhamdulillahi alladhi adhhara ad-din alladhi ikhtarahu li nafsihi. Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa taala, i cili e bëri të qartë sundues fejen të cilën e ka zgjedh për veten e tina, pra Islamin. Wa inni la as'aluka an tamussani rahimuk bi khairin. Tha, unë i dërguari i Allahut, po të kërkoj tyje që më mshiku me mshirën tane. Me mshirën tane të mirë, se ti çdo herë ke qenë i mirë. Për shkak se unë jam një grua e cila jam bo besimtare, edhe vallahi jam e besueshme. Jam besnike. E shploj fytyrën, ishte Hindi, gruaja e Abu Sufjanit, motra e Hudhaifa ibn Rabi'a, çika e Rabi'as, i cili i pari ishte që i ka luftu muslimanët. Para mendo. I pari ishte që i ka luftuar muslimanët, edhe nana e Muawiyes, i cili ka qenë sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e shploi fytyrën e pa pejgamberit alayhis salam dhe ja pranoi pejgamberi alayhis salam islamin e saj. Pastaj gruaja e dytë ishte Ummu Hakimin. Ummu Hakim ka qenë gruaja e Ikrama ibn Abi Jahlit. Para mendo. Kjo ishte besa pejgamberit alayhis salam. Kjo ishte siguria pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wallahi nuk ju ka bo zullum askujt. Edhe nëse kanë qenë prej zullumçarëve. Para mendo, me i dhon siguri atij i cili ka shfrytzuar gjithçka kundër teje, Abu Sufjanit, edhe momentin që ka hije në Mekë me thonë se shtëpia e Abu Sufjanit është e sigurt, për shkak se s'na sulmun, mos me i shkel parimet e tyre. Wallahi këta e kanë bëu veç muslimanët, vetëm ata të cilët e kanë dashur Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj po i thot gruaja e Ikrama ibn Abi Jahlit, o i dërguari i Allahut, ti je njeri i sigurt, je njeri besnik, na çdo herë të kena dash tyje, ti edhe sa ke qenë para se me ardh Islami, ti tek ne ke qenë i besueshëm. El Amin të kena thonë na ty. Besnik, i besueshmi të kena thonë na tyje. A ki mundsi, e kam një kërkesë, për shkak se kush e ka pranuar Islamin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka pas mundësien me e bo një kërkesë te pejgamberi alayhis salam. Edhe kjo gruaja e Ikramas, Ummu Hakim, e thot ja Rasulullah, a ki mundësi me e sigurue Ikramen për shkak se ai ka ik drejt Jemenit, ka ik për shkak se ai ju dul në dy luftim juve, dul me ju luftu juve, mos me ju lan me hin Mekke. Ai iki, a ki mundësi aminhu ammanak Allah, siguroja ata Allahu të sigurof tyje. Kështu i tha. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha asajna huwa amin, ai është i sigurt prej neve. Momentin që ja tha këto llafe, unis e mor shërbëtorin e sajna që e kishin të shtëpisë, e mor me veti edhe unisën drejt Jemenit për me gjetë Ikramen, me ja dhon myshdën e madhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ka botë sigurt. Mos ik, rritena.
kur arriti tek bregdeti, tek porta ku e kishin muslimant në dorat port, Ikrama dëshironte me hyp në anije dhe me dal në Yemen, me u largu prej aty. Po i thot ai i cili ishte pronarja i anijes, akhlis, thuje shahadetin të leo me hin mrana. Ikrama thot, wallahi unë prej qisaj kom ik atje, për mës me pranu që ta kom ik me arë që tu. As që tu nuk e thëm. Tu dasht me hyp në anije, me e bo marveshen me atë muslimanin, gruja tina vetë se kishte arrit edhe për bërtet, Ikrama, prit, mos e shkatëra vetën tone. Për shak se nuk e kishte qëllimin me e pështu Ikramen, po me e pështu një nefs hala ma shumë, me e pështu një insan, një krijes Allah të azogjel, me e pështu, mos me shku në gjehnem. Nuk e kishte vetë pse e ka burr, po me e pështu një njeri hala ma shumë, për me hije në islam. Pastaj Ikrama, që shta pejgamberi alayhis salam, khiyaruhum fil jahiliyya khiyaruhum fil islam. Burra në jahiliet, burra në islam. Kështu ka qenë. Burr ka qenë Omer radiallahu ta'ala anhu në jahiliet, halama burr ka qenë në islam. Burr ka qenë Abu Bekri, halama burr rëbon në islam. Dhe po i tregon gruaja e tina se po vije prej njerit më të mirë, prej njerit me sjellje më të mira. Ai tyje të ka siguru. Pejgamberi alayhis salam të ka siguru, Ikrama, mos ik. Edhe filloi me i tregue fjalë të mira, me i thonë se je i sigurt edhe nuk kam të prej këty kërkosh mo. Filloi me e marrë me vete edhe u nisëm drejt Mekkës, drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bashkë me Ikramen. Gjatë rrugës, po i tregon se ai shërbëtori të cilin e kisha me veti ka tentue më mprek mu. Edhe unalën e gjetën shërbëtorin, Ikrama e heki ato, e largoj, për shak se arabës kanë dasht me prek në derin e tyne, kanë qenë burra. U nisën drejt rrugës, edhe ky e kishte gru, Ummu Hakimin, dashte me ju afru gruës vet. Tha wallahi, nuk mund është më mprek ti mua, për shak se unë jam muslimane e ti je mushrik. Pa e pranu islamin, ti nuk mund është më mprek mua. E pa sinceritetin edhe vendoshmërinë që islami po mbjell kanë zemrën e robit. Prej që aty e pa Ikrama, se sa ndikus qenë ka kjo fe, kjo dini Allahut në zemrat e robërve tina. Kur u afronën shumë afër Mekkës, pejgamberi alayhis salam njerëzve që i kishte për rreth, ju tha se yatikum Ikrama ibn Abi Jahl mu'minan muhajira. Kam ju ardhur që tashti Ikrama që tu në mesin e juv, i cili ka me qenë besimtar, ka me i besu Allah të azëgjel, muhajir, i cili ka me bo hijrat prej asaj të cilës ka qenë më herët. Pastaj i thot pejgamberi alayhis salam, fala tasubbu abahu fa inna sabba al-mayyit yu'dhi al-hayy. Mos ja shani babën atina. Kur të afrohet ai, kur ta shihni ata, mos ja shani babën, për shkak se sharja e të vdekurit e ngacmon gjallin. Edhe pse ajo sharje nuk e arrin të vdekurin fare. Kështu i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kur e pa Ikramen, pejgamberi alayhis salam u çun kam prej gëzimit. U çun kam prej gëzimit. Para mendoje se çfarë triumfi është kjo. Pejgamberi alayhis salam e kishte qëllim që një ditë prej ditëve, kjo është strategji, kjo është mençuri, që kjo është davet për një me, që prej derës, prej shpijes të armikut më të madh, me dal evlad e tina që kanë me adhuru Allahun azza wa jall. Para mendo, që kjo është fitore për një me. Që kjo është ajo kur tha Ebu Sufjani, sot nuk muhet kjo, s'mujna me e mujt në këta mo. S'ke mundësi me e triumfu në këta mo. Ky ka qenë triumfusi për një me. Ky ka dit me triumfu për një me. Me sabrin të cilin e kanë bon Mekë, prej asaj dite ka dit Ebu Sufjani se Muhamedi alayhis salam një ditë prej ditëve ka me e marrë Mekën. Ka me e marrë për shkak se ka qenë inteligjent i madh pejgamberi alayhis salam, më i mençur i njerëzimit, e ka ditë sakt se çka me veprua në hapat kur i ka thirr njerëzit drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. U afru Ikrama
pejgamberi alayhis salam dul e priti, e kur ulën, i tha, ja Muhammed, inna umma hakimin akhbaratni annaka amantani. O Muhammed, gruaja jam më ka treguar mu se ti më ke caktuar mua prej atyre të sigurtëve, më ke siguru mu se nuk do të prekëm unë, se do të jem i sigurt unë. Thot pejgamberi alayhis salam, ajo e ka thonë të vërtetën. Thot Ikrama, ila ma tad'u ya Muhammed, drejt çkafit po më thirr o i dërguari i Allahut, o Muhammed, ad'uka ila an tashhad an la ilaha illa Allah, po të thirri me dëshmua se nuk ka zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut azza wa jall, wa anni abdullahi wa rasuluhu, se unë jam i dërguari i Allahut, robi i Allahut dhe i dërguari i tina, që ta falësh namazin, ta japësh zakatin, ta agjërosh Ramazanin, e kështu me radhë filloi pejgamberi alayhis salam, tha Ikrama, wallahi ma da'awta illa ila al-haq. O Muhammed, wallahi ti nuk ke thirr diçka vetëm se ke thirr tek e vërteta. Wa ma amarta illa bi khairin. Nuk e urdhëru diçka vetëm se çaja ka qenë khajri më i mirë. Pastaj Ikrama tha, wallahi qabla an tad'u ila ma da'awta ilayhi wa anta asdaquna haditha wa abarruna birra. Para se më na thirr ti neve prej drejt asana që ti po na thirr neve tash, ti ke qenë njeri më i besueshëm fjalët e tua dhe njeri më i sjellshëm, më i mirë në sjelljet e tua. Pastaj tha Ikrama para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, un dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut azza wa jall, dhe se ti o Muhammed je robi i Allahut dhe i dërguari i tina. Kështu hini në Islam Ikrama ibn Abi Jahl. Ai i tha pejgamberit alayhis salam kështu. Tha amma wallahi, o i dërguari i Allahut, unë kam një kërkesë drejt teje. Tha kërko, se kur hyn dikush në Islam e kanë mundësinë me kërku diçka. Tha o i dërguari i Allahut, lutë Allahun azza xal që më fal mua kur ti kom thonë në ty fjalë të këqija. Lutë Allahun azza xal që më fal mua kur të kom dalur në ty nudhe, kur të kom luftu tyje, për gjithçka që kam vepruar për me nal dritën e Islamit. Pejgamberi alayhis salam i çoi durt dhe po fillon me lut Allahun azza xal, o Allah fala Ikraman kur ai ka folë në fjalë të keqe, kur ai na ka dalë neve nudhe, krejt çka tha, çka kërkoi Ikrama, këto i kërkoi, i bëri dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj tha Ikrama, amma wallahi, pasha Allahun, ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut. Hera e parë që i tha, o i dërguari i Allahut, la ad'u nafaqatan anfaqtuha fi saddi an sabilillah illa anfaqtu dhi'faha fi sabilillah. Thot wallahi, do ta kujtoj çdo sadak, çdo shpenzim që e kom bëu për me enal fejen e Allahut, do ta kujtoj çdo njanën, vetë se do t'jap dy fishin e sajna për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe në rrugën e Allahut. Wala qitalan qataltuhu saddan an sabilillah illa qataltu dhi'fahu fi sabilillah. Tha, edhe asnjë luftë nuk do ta lë pa e kujtue të cilën kom luftu për me enal fejen e Allahut, vetëm se do të luftoj dy fishin e sajna për hir të Allahut dhe në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Ikrama ka qenë prej muslimanëve dallum. Ka nejt shumë në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo herë e ke pa duke lexuar Kur'an prej librit të Allahut azza xal. Shpesh herë binte në shpinën e tina edhe vendoste librin ata që ka kishte prej Kur'anit, e vendoste në fytyrën e tij edhe thoshte me krenari edhe me dashurinë më të madhe, Kitabu Rabbi, Kalamu Rabbi, libri i Zotit tem, fjala e Zotit tem, edhe çante shumë në xhamien e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkon ditë dhe po vjen një ditë ku muslimant po dalin në betejën e Jarmukut. Beteja e Jarmukut ka qenë prej betejave më të rënda për muslimant. Atë ditë Ikrama e priste me qefin më të madhin, sikurse i eturi që e prit ujin
një i jetur i cili s'ka pi ujë shumë moti, qashtu e ka prit Ikrama ibn Abi Jahl, e ka prit betejën e parë për me dhënë mundin e tina më të madhin për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe me ndihmu e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në betejën e Jermukut, komandanti muslimanëve ka qenë Khalid ibn Walidi. Khalid ibn Walidi ka qenë komandant, e ushtari tina në këtë betejë është Ikrama ibn Abi Jahl. Tash kur filloi me u shtrëngue lufta shumë, me u vëshirësue gjendja e muslimanëve, Ikrama ka qenë në kalin e tina, këcen prej kalit poshtë, edhe këtë pjesën që e mban kollofin, që e mban shpatën, e hek. Bileto e hek, e than, edhe e gjun. Edhe fillon, edhe hin drejtë në safat e romakve. Hin fell, shkon atje e kthehet, duke luftu. I afrohet nga Khalid ibn Walidi e thot: "O Ikrama, mos bë kështu, mos vepro kështu. Për shkak se vallahi vdekja jote, ramja jote ka me qenë shumë e vështirë për muslimant. Se ti je një dorë e fuqishme për muslimant." I tha: "Largohu o Khalid, mos më thirr për ata që ka jetëm lut ti mua. Për shkak se pasha Allahun një ditë prej ditëve, ti si e kanë sikurse unë edhe baba jam, çka kena bëu na kundër muslimanëve. Kurse sot lemrahat se du me dhon ato më të mirën për Allahun dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam." Filloi Ikrama me bërtit me i thirr njerëzit. Pa ngu Khalidin më. Nuk e ndëgjon të Khalidin më, edhe pse ishte emir i luftës. Komandanti suprem ka qenë Khalidi, edhe po i thret musliman, po i thot: "Men yubayi'a 'ala al-maut", kush po ma jep besën mua deri në vdekje. Kush po ma jep besën mua, që sot me luftu deri sa të desëm, o me vdek, o me fitu. Njanën prej tyne. U afrun afër tina Harith ibn Hishami, Dirar ibn al-Azwar, që ja kanë dhënë bejen miniran, edhe ka qenë njani prej tyne al-Ayyash, që ja ka dhënë bejen deri në vdekje. Plus 40 burra prej muslimanëve. Mirë po ata nuk përmenden. Fillun me luftue pak shyrë se çka ka me ndodhë me ta mo. Se ja dhanë besën Allahut Azza wa Jall që deri në vdekje. Nuk ka ndrysh. Lufta përfundoi edhe tek dvrarët nuk ishin këta persona. Mirë po ishin tek ata të cilët ishin plagos rënd. I morën muslimant Ikraman, Ayashin dhe Harithin, edhe i largun pak prej betejës, e njani prej tyne lypi uji. Tha: "Ma sillni do uji", për shkak se dihet që kur plagoset insani, kur plagoset shumë, ja lyp ujin shumë. Ka nevojë shumë për ujë, me pi ujë. Filloi Ikrama me kërku ujë. Edhe dikush prej muslimanëve e mor do ujë, edhe po ja çon Ikramas. Kur e mor atë gotën, apo atë që ka pas për me pi ujën të, shikoj ka Ayashi, aj ja shikon të ujin. A i tha: "Qonja Ayashit." Edhe unis me ja qu Ayashit. Kur shkoj të Ayashi, ata po ja shikon të Harithi, sa dhe a i plagos të rënë, tha: "Qonja Harithit, jepni për parësia tina." Mirë po kur erdhën të Ikrama ibn Abi Jahl, kishku të Allahu Ikrama. Kur erdhën të Ayashi, kishku të Allahu Azza wa Jall. Ja kish dhënë shpirtin Allahut. Kur erdhën tek Harithi, ja kish dhënë shpirtin Allahut subhanahu wa taala. Burra në jahiliet, burra në islam. Njerëz të vendos në jahiliet, halama burra, halama të vendos në islam. Këta ishin tritë e muslimanëve. Kjo ishte zemra e sakrificës. Kjo ishte ajo të cilën e mbjellin zemrat e tyre veç me shikimin e tina, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata e panë se muslimani çdo herë ka përparësi. Vllai i tyne çdo herë ka përparësi para vetës tina. Ata e panë se Islami është ajo e cila duhet jetë parsorja dhe sakrifikun deri në vdekjen e tyre.
Për që ata kërkoj Ikrama ibn Abi Jahl, ky burr i madh i muslimanëve, ky sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kërkoj që sakrifikon diçka shumë të madhe, edhe e gjet që t'ja jep besën Allahut azza xal në betejën e Jarmukut deri në vdekje. Edhe e shijoj shahidllokun në këtë betejë. E lusë Allahun azza xal që Allahut na takon me Ikraman, me Ayashin e Harithin në xhenetet e larta të Allahut subhanahu wa taala. Çdo i ri let merr mësim, se pasha Allahun këta ishin shembulli më i mirë se çysh veprohet për Allah, e çysh shkohet tek Allahu subhanahu wa taala. Alhamdulillah që Allah azza xal nuk na ka bëu me qenë në ato ditë vështira kur janë luftu muslimanët. Alhamdulillah që Allahu na ka bëu me qenë këto ditë, për shkak se imanin të cilin e gjen ti sot në mesin e muslimanëve, ndoshta wallahi do të ishim kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo pro tina. Andaj luta Allahun shumë më ta forcu Allahu imanin. Luta Allahun shumë që më dhon Allahu shembull e më u kap ti pas atij shembulli e më arrit diçka të madhe te Allahu subhanahu wa taala. Sot e ki mundësien me u bëhe jo sa një sahabi, po sa 50 sahabi, apo në një transmetim tjetër sa 70 sahabi prej të përzgjedhurve të sahabëve. Kështu ka thonë pejgamberi alayhis salam, kam ardhur një ditë muslimanëve që nëse ata kapën për litarin e Allahut, për librin e Allahut, për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me sinqeritet, me besnikëri, devotshmëri për Allahun azza wa xal, ata do ta kenë vlerën e 50 apo 70 prej të zgjedhurve të shokëve të mi. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa xal na mëson që të jem prej atij grupi të cilët paktën ju përngjajnë sahabëve të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Kush i don ata do të rinjallet me ta tek Allahu subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.